Pa me dyshje heq, pa me njeq, Islami i Omerit është vonuar. Omeri, Islami në ka pranu bejagi vonë. Shumica e transmetimeve silën rreth asaj se Islami e ka pranu Omeri 6 vjet pas shpalljes. 6 vjet pas shpalljes. Edhe shifni një çto po du më ndal pak. Thot Ibn Sa'di rahimahullah në librin e tij At-Tabaqat al-Kubra, me një transmetim që përcjell prej Imam Zuhriu te ky prej Sa'id ibn al-Musayyibit, aslama Umar ba'da 40 rajulan wa 10 niswa. Islamin e ka pranu Omeri pas e kanë pranu 40 burra e 10 gra. فما هو إلا أن أسلم عمر فظهر الإسلام بمكة. 40 burra 10 gra sa bjen 50 vjet. 50 vjet për 6 vjet. Bash Zotin. A nuk është në mësim që kë edhe për neve, hoxhallarëve, që e kemi përsi për një mision që kanë pas pejgamberët e Allahu xhallahu ala. A nuk është mësim për neve se numri i madh nuk do të më thonë që ki sukses e bereqet. Edhe numri i pakt nuk bën më na bën neve neglizhent edhe mos më punu. E i pejgamberi Zotit, 6 vjet, nuk janë 1, 2, 3, po 6, që ka ardhur me shpallje prej onës Allahu xhallahu ala veç 50 vjet. E a ka vonë pejgamberin kjo me undal me thonë hej, që është me kjo punë që 50 vjet, që 6 vjet, veç 50 vjet atë kërkosh s'po vjen mas më shumë. Ja se kam dalë. Na duhet me punu, ndërsa udhëzimi është në dorën e Allahu xhallahu ala. Për këtë arsye këto është mësim i madh, valla po. Për 6 vjet ka numër i vogël. Secili prej neve, prej kolegëve tonë, më për 6 vjet ty be bën më shumë se ç'ke numër. Bën pa problem. Veç pak me edhe turbinat dhe me i granë, të bën më shumë se ç'ke numër. A më jasë na më njëherë, si t'ja nisme, me bo, mos më konë në mezhlisi plot, atëhera kadër ka dale shukësh edhe ma mirë se s'po vinë ata, s'po shkoj asone. Ja. Te kryje punën tonë dhe me të cilën Allahu xhallahu ala të ka nderu. Se davetëgji me qenë rrugën e Zotit, edhe më konë kumtu si fesë Allahu xhallahu ala, nuk është profesion, është mision i pejgamberëve të Allahu xhallahu ala. E nuk ka nder më të madh se sa me qenë i tij. Pasha Zotin, nuk muj kur edhe kur s'ka mujt me kuptuan, ata hoxhallar, ata davetëgji që janë shkollu e krejt, edhe kthehen tash rridh, edhe veç këshyrin çka po bëhet. Po ndalë veç analizoj pak, se cili punëtor e kryen amanetin e vetë që e ka marrë. Edhe ajo rrugën që e fshin, ajo të kryen amanet me cilën është ngarkuar. E mua Allahu xhallahu ala më ka nderu me një diçka, me këtë gjohë që vlerën e saj veç ai e din sa e madhe është, e shpërblimin e saj, veç ai e din sa e madhe është, edhe ty Allahu të ka nderu tash edhe ti rren veç këshyr, a përdin që ti je tash në këto momente ma i pavleri, se si të ditë me e shfryzuan që ato që Allahu xhallahu ala të ka thonë. Për këto më kujtojë Shekhe Abu Ishaq al-Huwaini, kur ka qenë një kohë smun në spital. Shekhe e spravu në fund jetës tina shumë. Thot pasha Allahin, kur isha në spital, dhe s'kisha mundësi me dalë para xhamatit, nuk isha mundësi me dalë me kumtu qatë cilën Allahu më ka nderu. Wallahi, mu do ke ma me vlerë se one dhe ma i mirë se one, gjdo person që e shifsha ato të punuan, dhe isha kepe krym punën e vetë, e shifsha ato të mësu dikon, kepe krym punën e vetë, se cili për krym punën e vetë, e une, shifë pejgamberi Allahu xhallahu ala, 6 vjet, 50 vjet.